në kuvend dhe shpresoj që dhe ju, deputet të nderuar, do të keni vullnetin që të mbështesni me votën tuaj. 4 vitet e fundit kemi ndërtuar me krejt çfarë kemi ditur e mundur themelet e një Kosove më të drejtë, më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse. Kemi pasur rritjen ekonomike më të lartë në rajon përkundër sfidave globale, me një rritje mesatare prej 6% duke mos rënë asnjë vit nën 4%. Sfidën e inflacionit që ka goditur të gjithë kemi arritur ta menaxhojmë me politika mbështetëse për qytetarin dhe jemi vendi me shkallën më të ulët të inflacionit në rajon në këto 4 vite pas Shqipërisë. Kemi shtuar punësimin nga 350.000 të punësuar në 430.000 të punësuar edhe të ardhurat e familjes duke rritur pagën minimale, pensionet, shtesat për fëmijë, por edhe pagat në sektorin publik. Kemi bërë shumë punë të mira, por kemi edhe shumë punë të tjera të cilat na presin. Kemi liberalizuar vizat në zonën Schengen dhe tani pasaporta jonë e shtetit tonë të përbashkët është më e fortë se kurrë. Kemi përmirësuar imazhin e vendit duke u ranguar në top lista për siguri dhe rend, siç ishte ajo e Institutit Gallup, dhe kemi siguruar edhe vlerësimin kreditor sovran 2B- që nuk është keq për fillim, gjë që na hap dyert të reja për investime të huaja direkte. Rritja ekonomike po vazhdon, megjithëse kemi qenë qeverinë detyrë. Në 3 mujorin e dytë ishte 4.58% të bruto produktit vendor, dukshëm më e larta në rajon, dhe kjo për ata që shpesh e kontestojnë, është shkalla e rritjes reale, pra pasi që të hiqet inflacioni. Llogaritja e rritjes për 3 mujorin e tretë publikohet në dhjetor, e që gjithashtu pres të jetë më mirë se i gjithë rajoni, sepse këtë e konfirmojnë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Është në dorën tuaj të nderuar deputet, që të na mundsoni që të vazhdojmë punët e mira për vendin. Normalisht që për gjitha veprimet, punë dhe arritjet e qeverisë, edhe mund të kemi mos pajtime. Por kjo është vlera e demokracisë. Demokracia ka zëra të ndryshëm, ide të shumta dhe debate të forta. Kjo nuk është dobësi, kjo është fuqi. Mos pajtimet janë thelbi i sistemit demokratik, por ato nuk bën të bëhen pengesë për të vepruar bashkë në çështjet madhore dhe për të ecur përpara si shoqëri dhe si shtet. Ne jemi vendi më demokratik në rajon, një arritje kjo e përbashkët e qytetarëve dhe institucioneve tona dhe të gjitha partive politike në Kosovë. Institucionet tona janë të ndërtuara mbi vullnetin qytetar dhe ky standard duhet të ruhet, të mbrohet dhe zhvillohet. Kuvendi është tempulli i demokracisë, është vendi ku ballafaqojmë idetë, ku i debatojmë politikat dhe ku i kërkojmë zgjidhjet. Roli i kuvendit në mbikëqyrjen e qeverisë duhet të forcohet, jo për ta ndalur qeverinë, por për ta bërë më të përgjegjshme. Andaj pres që të debatojmë zellshëm për dallimet tona politike, por gjithnjë me respekt për njëri tjetrin, për institucionet dhe për vullnetin e qytetarëve. Debat që mbështetet në argumente dhe argumente